Mjeku jep urdhër, mos I bëni këto veprime pasi keni ngrënë bukë, pasi mund t'ju kushtojë jetën. Sapo keni konsumuar ushqim dhe menjëherë bëni disa veprime, sipas delsajt, këto janë gjërat që nuk duhet t'i bëni pasi keni ngrënë bukë. Mos e lironi rripin. Ne mendojmë se një ushqim I mirë është ai që ju fryn dhe ju mbush barkun, por nëse detyroheni t'i lironi rripin e pantallonave sapo keni ngrënë, ky nuk është një ushqim I përshtatshëm për ju pasi ju shkakton fryrje. Mos ecni menjëherë pasi keni ngrënë. Të ecurit sapo keni mbaruar vaktin është një ide e keqe pasi mund të shkaktojë refluks acidi dhe mos treti ushqimi. Mos bini të flini sapo keni ngrënë, pasi kjo mund të çojë në ngërçet e stomakut, gastrit dhe infeksione të zorrve. Mos u lani menjëherë pasi keni konsumuar pasi mund të pësoni edhe arrest kardiak për shkak të qarkullimit të gjakut I cili është I përqendruar në stomak në tretjen e ushqimit. Mos konsumoni çaj mbas ushqimit, mos konsumoni menjëherë fruta mbas vaktit të bukës dhe mos pini cigare.